Koalicioni vlen vlerëson se po ndodh një përthyrje historike në institucionet e shtetit. Sipas koalicionit shqiptar në pushtet, kjo po bëhet pa zhurmë, por me punë të palodhur dhe vendosmëri të hekurt. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, aty ku për vite me radhë shqiptarët ishin vetëm numra pa zë, vlen po sjell drejtësi dhe përfaqësim real. Deri më tani janë 44 shqiptar të punësuar, 40 shqiptar të avancuar në pozita të rëndësishme në strukturat e MPB-s, thuhet në njoftim. Këto nuk janë thjesht shifra, janë shembje e murit të diskriminimit institucional, që u ngrit me përkujdesje nga ata që sot sillen si kujdestar të interesit kombëtar. Po flasim për të njëjtën që për 20 vjet sunduan MPB-n dhe lanë shqiptarët jashtë saj. Sot, vleni është duke korrigjuar padrejtësitë historike, duke ndërtuar një administratë që pasqyron fytyrën reale të këtij vendi. Koalicioni njofton se koha e frikës dhe ignorancës institucionale ka marrë fund. Vlen është përgjigjja e shqiptarëve të lodhur nga premtimet boshe. Vlen është alternativa që nuk lip më, por vendos, thekson Vleni. Për vetën, koalicioni thekson se është fuqia që ka marrë përgjegjësinë dhe po e mban fjalën me punë jo me propagandë. Dhe për fund, një mesazh për ata që na shikojnë nga dritarët e frikës e korridorit të nostalgjisë. Vlen nuk luftohet me thashëtheme, Vlen nuk ndalet me shpifje, Vlen nuk rrezohet me statusa, Vlen është populli dhe kur populli qeveris, pushteti është bekim, jo plaçk, theksohet në komunikat.